Në konfliktin midis Izraelit dhe Iranit ishte hera e parë që u zhvillua në këtë formë, ka pas më shumë konflikte të cilat janë zgjidhur nëpërmjet formave të luftrave të përzjera, pra situash nëpërmjet shërbimeve inteligjente, nëpërmjet aksioneve apo operacioneve të cilat janë kryer qoftë në territorin e Iranit apo të Izraelit, respektivisht nga forca speciale apo shërbime inteligjente, disa hera parë që Izraeli dhe Irani ju kundërpërgjigjen njëri tjetrit në distancë, sepse dhe hapësira gjeografike e tyre nuk lejon një përballje frontale nëpërmjet goditjeve ajrore, parandaluese nga ana e Izraelit, dhe raketave balistike ndërkombëtare me rreze të mesme veprimit të Iranit, dhe pastaj ajo çfarë ishte e reja në këtë konflikt, ishte përfshirja drejt për drejt të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me bombardimin e impianteve të pasurimit të uraniumit në Fordov, Isfahan edhe Natanz. Kjo ishte do të thoja e reja që në këtë konflikt u përfshin edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërsa në rastin e Rusisë dhe Ukrainës, konflikti është frontal, bëhet fjalë për përballje të dy ushtrive, secila parë ka hyrë respektivisht në territorin e palës tjetër. Rusia kontrollon aktualisht gati 30% të territorit Ukrainës, veçanërisht pjesën e Ukrainës lindore, dhe mos harrojmë që përballë është njëra nga fuqitë e klubit bërthamor, siç është Rusia, një aktor me peshë në politikën ndërkombëtare, dhe që po përpiqet të ringrihet pas asaj periudhe të pas viteve 90, tashmë me një president që ka 25 vjet që drejton Federatën Ruse, siç është presidenti Putin, një aktor në politikën ndërkombëtare që njeh të gjithë liderët botëror, ka kaluar disa president në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, disa president francez, disa kryeministra gjerman, disa kryeministra britanik. Pra situash ndodhet deri diku në një pozitë të privilegjuar përkundrejt këtij fakti, dhe natyrisht ai do të ulet në tavolinë, siç e ka bërë të qartë edhe në një deklaratë para pak ditëve, kur të ketë mbi tavolinë një marrëveshje që bën të qartë që Ukraina nuk do të rikthehet më atyre prioriteteve për të cilat e detyruan Rusinë të hyjë në luftë. Pra, Ukraina nuk do të bëhet antar i NATO-s, Ukraina do të mbajë një politikë neutraliteti përkundrejt vendeve të tjera dhe do t'u garantojë minoriteteve ruse në Ukrainë privilegjet e duhura, dhe madje flitet edhe për disa republika autonome, ose madje edhe deri për një kontroll të plot nga ana e Rusisë, ose shkëputje e territorit, të cilën, siç e keni vënë re edhe ju, presidenti Zelenski dhe autoritetet ukrainase nuk e kanë pranuar asnjëherë që ata të heqin dorë nga sovraniteti i tyre mbi afërsisht 30% territorit të Ukrainës lindore në zonat e Luhanskut, Donetskut dhe Zaporizhjes. Dhe për sa kohë edhe tash pati edhe një zhvendosje të prioritetit drejt konfliktit Izrael-Iran, jo më larg se para 2 ditësh ka pasur sulme respektive në Ukrainë, dhe siç duket presidenti Putin, pavarësisht ndërmjetësimit të presidentit amerikan Trump, e ka bërë qartë që ai do të ulet në tavolinë vetëm kur marrëveshja ta bind, e të jetë i qartë që ai kërcënimi perceptuar që i vjen nga Ukraina nuk do të ekzistojë më. Armëpushimi larg apo afër, për ta mbyllur këtë diskutim dhe vjemi edhe pak me lindjen e mesme. Armëpushimi midis Rusisë dhe Ukrainës. Jo, të paktën tani nuk shoh në perspektivë që të ketë një armëpushim të afërt, vetëm në rast se në qoftë se presidenti Trump do të vendosë prioritet tashmë të merret me konfliktin Izrael-Iran, megjithëse ka thash një armëpushim i cili nuk ka asgjë të shkruar, s'ka asnjë kontakt, është një armëpushim siç e përcaktova pak më parë, i vendosur mbi baza mirëbesimi. Pra palët kanë premtuar që nuk do sulmojnë ose kundërsulmojnë. Po për sa kohë që nuk ka asnjë marrëveshje të shkruar, për sa kohë që nuk ka një palë të tretë që e monitoron këtë armëpushim, siç është tradita e zhvillimit të konflikteve ndërkombëtare, kush ka parasysh zakonisht armëpushime të tilla janë monitoruar ose nga Kombët e Bashkuara. Ka një lloj doze skepticizmi kameri që mund të mbajë apo. Ndoshta realiteti dhe historia e këtij konflikti nuk të bën optimist patologjik, ndoshta as pesimist patologjik, por duhet të jemi brenda fushës së realizmit, dhe kjo është ndoshta, si thua, ndjesia më e mirë që mund të kesh për të bërë një parashikim mbi rrjedhën e konfliktit në të ardhmen. Megjithëse jemi te lindja e mesme, për ta mbyllur kameri, një goditje shumë e fortë kjo ndaj regjimit ajatollave. U treguan në të vërtetë që janë deri diku tigra prej letre, do ta përdorja këtë metaforë. U goditën ashpër shërbime sekrete, u goditën drejtuesit më të lartë të ushtrisë, u ekzekutuan, madje
vetëm Khamenei ka mbijetuar, por nuk dihet ka kohë që është zhdukur në qarkullimi, pra një goditje jashtëzakonisht shumë e fortë të paktën nga jashtë. Në fakt, materiali me cilën është bërë tigri iranian është vështirë të përcaktohet, nëse është letër, kompensat, qelik apo në material tjetër, paktën me ato fakte. Kjo që pam kështu. Paktën ato që një vend me 7 milion banor si Izraeli gati e eliminoi regjimin. Natyrisht ne ende nuk e dim plotësisht se çfarë ka ndodhur si thosh në prapasken rrjedhën e këtij konflikti, sepse pa disa deklarata kontradiktore, mjafton të përmendim që para 4-5 ditësh presidenti Trump deklaroi që tashmë keni vetëm një alternativë të dorëzoni, dhe pastaj u kthye tek paqja në lindjen e mesme do të ndodhë, Zoti ka bekuar të dy vendet. Pra, pati disa ndryshime shumë të mëdha, të cilat vetë-vetiu i ngjanin një karuseli diplomatik që e kishte vështirë të të mos merret mendja për të kuptuar se çfarë qëndronte mbrapa këtyre deklaratave. Një gjë është e vërtetë që Iranit tashmë i kanë rënë disa prej strukturave mbështetëse në rajonin e lindjes mesme, goditja që mori nga rënja e Sadatit në Siri, paralizimi i veprimtarisë së grupeve pro-iraniane të Hezbollahut dhe Hamasit në Palestinë dhe në Liban. Natyrisht edhe në Yemen, goditjet që kanë pasur nga minoritetit Tutsi, Huti, të cilat kundër sulmonin, po me mbështetjen e Iranit, ato kanë pasur një rënje të aktivitetit të tyre për shkak të fuqizimit dhe goditjes që kanë pas nga Arabia Saudite. Pra, duke sikur Irani ishte një moment që ndodhej disi izoluar përkundrejt asaj peshe që ai kishte filluar të krijonte në lindjen e mesme, edhe për një arsye që unë kam theksuar edhe në intervista të tjera, që veçanërisht pasi vendet arabe duket sikur e hoqin gradualisht mbështetjen ndaj çështjes palestinezave me kalimin e viteve, Irani doli në skenë dhe ju përgjigj çështjes palestineze veçanërisht duke mbështetur grupimin e Hamasit, i cili u gjende izoluar që prej vitit 2007, ku ai mori pushtetin pas konfliktit deçares që pati me lëvizjen fataj që kontrollon bregun perëndimor. Dhe kjo u bë që edhe për të marrë një vlerësim brenda grupive të vendeve arabe, sepse çështja palestineze për izë vërtetës është një çështje që bën një lloj ndarje morale brenda edhe lidhjes së vendeve arabe apo lidhjes së vendeve muslimane, si një lloj kauze e cila që kur është krijuar e deri tani tregon një lloj solidariteti brenda rajonit dhe brenda grupit. Dhe Irani është përpjekur ta përdorë këtë, ta shfrytëzojë në mënyrë që të rrisë edhe profilin e vet si fuqi rajonale. Mos harrojmë që pas përmbysjes së Saddam Husseinit në Irak në vitin 2003, një vetë minoriteti që ishte shumicë në Irak, Shia, u fuqizua jashtë zakonisht, duke pasur parasysh dhe konflikt dhe kufirin që ndajnë ata me Iranin, pra ajo kufitare. Pikërisht dhe ajo u fuqizua dukshëm dhe madje ka pasur dhe kryeministra që ishin nga kjo popullsi që kanë drejtuar Iraku, një vend kufitar me Iranin. Për ta mbyllur, 1 minutë vetëm kemi kohë, Kamberi, fiton Trump apo jo Nobelin për paqe, pra duket që sikur e ka një lloj ambicie të tillë, një nga politikanët e njohur republikan i ka dërguar një letër nominale zyrtare Akademisë Suedeze të Nobelit. Për të rikthyer çmimin Nobel për paqe, presidenti, ministri jashtëm amerikan Kissinger, një nga politikanët e famshëm amerikan dhe një nga njerëzit më të famshëm në politikën botërore, pavarësisht drejtësive